Shiko, çfarë amshor. Është I mrekullueshëm. O, çmrekulli. Do të jetë një shfaqje legjendare, 12 burra të zemëruar është shfaqja. Duhet të përmendim pak shpejt e shpejt kastën, ma do t'i përmendim që mos të se sigurt që do harrohet ndonjëherë. Patjetër që do t'i përmendim. Viktor Zhusti, Niko Kanxheri, Alfred Trebicka, Sokol Angjeli, Ligoraj Qiriza, Myzafer Zifla, Neritan Liçaj, Lulzim Zeqa, Besmir Bitraku, Floriana Galliu, Donald Sheu dhe Igli Zarka që e kemi këtu. Igli, mirëmëngjes, faleminderit që pranove ftesën, kënaqësi e madhe që të kemi këtu. Është kënaqësia ime të zgjohem në këtë orë të mëngjesit. Po që ka zë radiofonik Igli. Po patjetër. E pas ke zërin, ke menduar ndonjëherë të punosh në radio si e kam bërë një emision, e kam provuar. E ke bërë? Është shumë e bukur, po. E ke Po bërë. unë e kam bërë në darkë vonë, por shumë vonë, në orën 11:30, 12, ishte perfekte. Okej, që Emisionet e mëngjesit janë Ska si emisionet e mëngjesit. vlla, Ska fare. Çosh me lezet nga ora 4 e mëngjesit. Po. Dhe je justifikuar, thua që shiko se e thash se s'isha zgjuar mirë, nuk është se Terezi. po. Si e gjendur në këtë shfaqje? Ka qenë një proces shumë I bukur të them vërtetën. Ky është rikthim tashmë, ne kemi filluar që javën e kaluar, dje kishim shfaqje, kemi sot nesër deri të dielën në orën 8 në Teatrin Kombëtar. Shiko, të luash me emrat që ju përmendët, është si të bësh një shkollë nga e para. Realisht. Domethënë, secili prej tyre ka një eksperiencë shumë vjeçare dhe me secilin prej tyre ti mund të ndash dhe të marrësh shumë informacion nga jeta, profesioni, nga çdo gjë. Dhe për mua është privilegj të luaj me ta. Realisht. Po Viktor Zhusti më plak se nuk. Ai është universitet më vetë. Çfarë bëhet me atë njeriu? Ai është Benjamin Button më. Po. Alen Deloni I Shqipërisë, po nuk ka mundësi. Vazhdon akoma ai vazhdon 3 produksione radhazi kështu. Do me thënë, një herësh, një këtu, një atje. Cili është sekreti I një aktori kaq jetë gjatë, mendon ti? Me sa mund ta kesh parë ti aktrimin nga brenda? Pasioni, dëshira, ëndra. Profesor Viktor, se unë e quaj profesor Viktori. Profesor Viktori është një njeri që ti e takon dhe të mbush plot me një energji që ti thua ja, prandaj e dua këtë punë. Do me thënë, ky është ai lloj njeriu që ty të frymëzon. Se ti e shikon në moshën e tij, që s'ka pse ta përmendim se ai është akoma 35 vjeç. Absolutisht, me 50 vjet eksperiencë. Po, patjetër. Por ti ulesh me atë dhe ti thua sikur të kisha këtë lloj energjie. A do doje ta kishe? Si s'do doje. A e sheh veten tënde në moshën e Viktorit? Po të jetoj aq gjatë, të shohim. Edhe unë dyshoj që të shohim. 12 burra të zemëruar. Mund të themi pak shkurt ose përgjithsisht për çfarë bëhet fjalë? Domethënë sinopsisi I kësaj shfaqje është që një djalë akuzohet se ka vrarë të jatin e vet me një thik. Gjithë shfaqja, gjithë drama trajton 12 burra që diskutojnë mbi këtë gjë. Janë 11 që duan ta dënojnë direkt me vdekje, është vetëm një njeri, një avokat, profesor Alfred Trebicka në këtë rast, që ngre pyetjen dhe thot një sekond, se ne nuk mund ta dënojmë një njeri me vdekje për 5 minuta. Tani shfaqja trajton shumë tematika mbi këtë akuzë që ngrihet mbi djalin, por ajo që të paktën unë kam marrë si mesazh nga shfaqja është që ne si njerëz, domethënë gjithë ne nxitojmë të gjykojmë në çdo aspekt të jetës tonë. Pra në çdo ndodhi të vogël apo të madhe që na ndodh në jetë, ne gjykojmë shpejt. Ne nuk japim kohë as vetes, as tjetrit që t'japim një shans që një sekond se mbase nuk është kështu. Mbase ai ose ajo nuk ka faj. Por ne, sidomos me çka kam parë unë në Shqipëri, ne nxitojmë ta gjykojmë dhe të marrim vendim mbi atë gjë. Pra ai e ka faj, në rregull, mbaroi. Nuk themi që një sekond se mbase ai nuk është ai djali I keq që kam dëgjuar unë që është, po themi. Pra shfaqja ngre shumë pikë pyetje dhe më fal. Po patjetër më. Një gjë që mua më ka bërë shumë përshtypje është publiku. Nuk më kishte ndodhur në asnjë lloj shfaqje tjetër, të jemi sinqert, si stadium. Në momentin që anëtarët e jurisë ndrojnë votën nga I fajshëm në të pafajshëm, dëgjojmë fishkëllima në sallë. Brohoritje, ju betohem për këtë. Publiku është I përfshirë. Ju betohem për këtë, është vërtet aspekt shumë I veçantë I shfaqjes. Domethënë, kthen një anëtar votën dhe bravo, domethënë bëjmë fansa me këtë gjë. Dhe
të paktën me çka kam dëgjuar nga disa njerëz që e kanë parë shfaqjen është që të bën të mendosh. Dhe në fund fare një nga motivet e artit, një nga synimet e artit është të bëj të mendosh. Pra ti mos të dalësh si thon hyre shule dole llos. E qartë. E vërtet në fakt. A të duket se kur teatri është gjallë, domethënë e them në sensin në gjithë këto vite që ke qenë brenda ti, a ka audiencë, a ka interes? Të jemi sinqert, unë e lash 4 vjet teatrin, u ktheva në 2023-shin. Dhe në 2023-shin ju betohem për këtë, ne bënim, domethënë shfaqjet ishin shumë të mira, regjizor shumë të mirë, kasti shumë i mirë, se nuk diskutohet teatri kombëtar. Por nuk e di pse bënin, domethënë publik kishte nga 20, 30 veta, 40 veta, 50 veta maksimumi. Me ardhjen e drejtorit të ri, Indrit Shobani, këtë nuk e them si like. Kjo është me fakte, është e vërtetuar me statistika, me numra. Çdo natë sold out. Është vërtet i mirë thotë dhe Mario, po Çdo natë sold out. Po po ka bërë promovimin e dur djalë. Është e një, domethënë e një në një mënyrë të përkryer atë punë. Është çështje promovimi, është çështje përzgjedhje vepre, të gjitha këto që po përmend. Promovim, përzgjedhje vepre, përzgjedhje regjizori, përzgjedhje kasti. Në të gjitha këto janë element që dhe ti në fund të ditës, se arti bëhet me dëshirë, arti nuk është një punë rrogtarësh apo jo. Dhe ti vetëm me dëshirë në punë. Ti zgjohesh, unë ja kam thënë disa prej miqve të mi që ka ardhur një frymë e re në teatr dhe vi me dëshirë, nuk vi se tani duhet të bëj punën, ose tani duhet hedh këto firmat e duhet ikin në shtëpi ose duhet plotësoj këto tabelat Excel. Vjen me dëshirë në punë. Dhe po punohet domethënë si asnjëherë më parë, se duket sikur po bëj like apo këto janë fakte që po ndodhin. Po bëj ore like pse mos bëj. Po jo më se s'po bëj. Po është like është për të bërë like. Po jo më janë fakte të vërteta. Thash like në sensin like. Like do t'i japim më burr. Po vërtet që po punohet në mënyrë shumë intensive. Shumë intensiv. Pa mbaron një produksion, direkt fillon një produksion tjetër, direkt shfaqje e re, tani teatri kombëtar pas 12 burrave do të risjelli me sa di un Faustin në Mosgaboj. Dhe pas Faustit direkt do dalë Otello, që është një kryevepër e Shakespeare-it. Absolutisht. Pra domethënë vepra super. Janë vepra super, të mëdha, të forta, të rënda, të vështira. Dhe çfarë është e vërteta, Shqipëria ka një trashëgimi për sa i përket teatrit dhe nuk është se ne nuk disponojmë edhe kastën e dur të aktorëve për t'i luajtur. Domethënë përveç të rinjve që po dalin si për shembull Igli, këta të rinj kanë një pikë referencë shumë të mirë tek aktorët vjetër. Domethënë është shumë interesante dhe shumë e vlefshme për vetë teatrin që këta kanë mundësinë që Igli për shembull të ketë pikë referencë, kontakti një profesor siç e përmendi Viktor Zhusti. Kjo besoj se do ta mbajë cilësinë e teatrit shqiptar të lartë. Jo vetëm profesor Viktor Zhusti, po edhe emra të tjerë. Domethënë 12 të gjithë janë yje, të gjithë ata aty kur dëgjon të gjithë aktorët e kastit kur tregojnë histori mbi çfarë ndodhte në teatrin e vjetër me aktorët, me kastën e po themi Sulejman Pitarka, Kadri Roshi e shumë të tjerë. Dhe ti unë i shikoj si fëmijë i vogël dhe them wow, kështu pas kam ndodhur. Ti je shfaqur edhe në filma. Si fillim kë preferon më tepër, teatrin apo filmin? Të dyja. Janë të dyja punë shumë të bukura. Teatri është më direkt, emocioni është aty për aty, në teatr si thua të rrezëm rafort nga emocionet, kurse në film mua më ndodhi të jemi sinqert, e kam thënë diku tjetër këtë. Shkova në premier, nuk më shikoja me sy, por nuk shikoja, nuk më kishte ndodhur kurrë. E shikoja ekranin, isha unë në ekran, por nuk e shikoja. Nuk e kuptoja, domethënë e dëgjoja, por si thua, e kisha të mbyllur sy e vesh edhe vetëm rria si impir, nuk e di. Nuk më kishte ndodhur kurrë. Kurse teatri është aty për aty, ti e dëgjon frymarrjen e publikut, ti e dëgjon se çfarë ti e ndjen se si ndihet publiku. Prandaj shumica kanë përshtypjen e aktorëve kur i pyet, shumica që kanë folur në jetën time thonë që teatri është një emocion më i fortë, është një edhe aktorët më të mëdhenj në botë, kryesisht luajnë teatr, ka dhe nga ato të cilët janë vetëm të kinematografisë. Denzel Washington thotë nëse do të kuptosh aktrimin, ti duhet luash patjetër teatr. Patjetër. Po pra, domethënë ka shumë aktorë të mëdhenj të Hollywoodit që kanë qenë teatr, është e sigurt që çdo aktor i madh i teatrit do mund të bënte film shumë mirë, nuk mund të thënë të njëjtën gjë që të shkosh nga filmi tek teatri. Këtë
Është për të parë pastaj. Jo Varet gjithmonë ja. varet nga kush film del. Po Arnold Schwarzenegger për shkak është sigurt që nuk e bën. Jo, është pak më e vështirë, është specifike. E përmenda çështjen e filmit se ti ke qenë pjesëmarrës dhe tek filmi Kazerma. Po. Ku pak a shumë flitet për reality show. Po dhe vetë ke qenë pjesëmarrës në një reality show. Si mendon se është raporti i soçëm i personazheve publik me publikun që i shikon? Shiko, unë kam marrë pjesë te i pari, pas rikthimit pas shumë vitesh, dhe kur e mendoj se pse kemi arrit deri këtu, do me thënë unë, Donaldi, Iliri, e tjerë, shumë të tjerë se si mbaj më në gjithë, pyes vetëm pse kemi arrit deri në këtë pikë tani. Atëherë, të gjithë unë e mbaj më si tani në sytë të gjithë secilit lexoj frika se si po perceptohet ky format, se si po perceptohem unë brenda këtij formati, se si është, pra, se si ky veprim, ky gest, kjo batut, kjo fjali që unë thash po lexohet jashtë. Pas të parit, siç thot populli, u çafera. Mori ta të pjetën, sepse u kuptua që, okay, pra duhet që unë t'i bija atij, që ti të më pëlqesh mua, që mund produksioni të më mbaj këtu. Ja, pra ju nuk kishit një referencë të çfarë duhej bër. Po, jo. A do ishe rifut? Jo. A të përndjek? Kur ma. Jo. Nuk Okay. më përndjek. Nuk të përndjek. Shiko, e di çfarë më ka ndodhur pas se unë pak ditë ndrita, 2-3 ditë në mos gaboj. Ja 4 maksimum, nuk e mbaj më të mirë. Pas Big Brotherit mësova të fal. Të jemi si po gjeta paqen. Unë vonë kam kuptuar që është një shprehje në Bibël, të falësh është hynore. Po. Ti je besimtar? Po. Je besimtar i krishterë atë nëse ortodoks, nëse i referohesh Biblës. Shumë mirë, normalisht çdo kush gjen një lloj dimensioni brenda asaj. Libra të shenjtë dhe ata që të vështirë për të interpretuar. Patjetër, por kanë disa si thua rregulla, disa linja që ti po të ndjekësh, jeton një jetë të lumtur. Jam 100% jeton një jetë në paqe. Esenca e tyre është pozitive. Vëmendjen ka tërhequr dhe për shembull Moza Ahmeti, që është bërë fenomen në rrjetet sociale më tepër që e diskutojnë dhe kudo. Mos ndoshta, është një platformë reality show për treguar se çfarë është vetë njeriu, për të nxjerrë në pa, se dakord është ajo lufta e klikimeve dhe pa klikimet nuk ka fitime. Po Moza po tregon që mund të marrësh edhe vëmendje duke pozitive. Shikoj, një reality show nuk besoj se ka për detyrë të japi mesazhe. Jo, qartë. Të jemi të sinqertë për këtë. Qartë. Madje ka për detyrë ato klikimet, po. Ka për detyrë të sjellë fonde klikime, po nuk ka më rëndësi se si e merr klikimin tashmë. Të paktën si e kupton debati. Nuk ka, domethënë, dinjiteti, nderi, kultura nuk ka më rëndësi fare. Pra, nëse ti je njeri i klikuar, edhe për budallikun tënd, edhe për ignorancën tënde, ti funksionon. Moza Ahmeti është një fenomen që ti jemi sinqert, unë jam habitur se ajo është për mua është një perl, një xhevahir në mes të gjithë katrahurës së televizioneve. Është përjashtimi që vërteton rregullin. Domethënë kam përshtypjen mund të jetë ndër pak raste në historinë e botës mediatike, rrjeteve sociale që arrin të krijojë të tillë zhurmë, të prekin nga shtresa më intelektuale deri tek populli thjesht fare. Me energji pozitive, është mbasi i vetmi rast në historinë e mediave shqiptare që është pozitive, është e rafinuar, dhe ndërkohë i prek të gjithë. Po është fenomen, është përjashtim, nuk jemi dot Moza të gjithë. Është ajo dhe ne jemi dhe ne të vdekshmit. Por ajo po cakton një lloj, si thuaç, një lloj standardi të ri. Uroj që po. Domethënë të flesh natën e prajmit të parë. Kjo është pas asaj e kuptuan njerëzit se kush ishte Moza dhe fatkeqësia është që pse duhet njerëz si ajo, për shumicën prej nesh, unë e fuz veten time, ta njihenim si një nëpërmjet disa intervistave o disa pjesëzave të shkëputura të intervistave që tregonin paksa të çuditshme ose një karakter pak rëndësi ka kjo, se dolëm nga Igli. Unë doja të rikthesha pak tek teatri. Doja të rikthesha sepse mendoj se
nuk mund del kur nga mendja ajo shpreha e Churchill që kur i thanë që duhet mbyllur teatri për shkak të vështirësive ekonomike në luftën e dytë botërore, thanë luftën e bëjmë pikërisht për të mbajtur teatrin hapur. Dhe mendoj se është një institucion jashtëzakonisht i rëndësishëm në një periudhë shumë të vështirë të një populli që tashmë ka humb pak busullën e çfarë quhet vlerë. Sepse në moment që shumica e asaj që ti merr për referencë, që mund të jenë rrjetet sociale, kthen në normalitet sjellje të caktuara, automatikisht ti ndihesh i vetmuar se është një shumicë ose një pakicë e zhurmshme e cila krijon një standard të ri të menduarit. Teatri është një oazë dhe nisma të tilla si teatri, siç mund të jetë opera dhe bal, po teatri kryesisht teatri që do shumë mendim për shembull, ose siç mund të jenë çunat e Comedy Thursday që përmendim që është komedia që është dark, kritikon shoqërinë, është e natyrshme, është organike. Përballë të vërtetën. Po. Ti në sytë të audiencën që shikon, a sherini, a she njerëz, ka rini? Po. Siç thash pak më parë për mos të rikthyer më elozheve, por vërtet që ka ndodhur një ndryshim kolosal në teatr. Kjo është shpresë pastaj. Nëse ka rini që shkon në teatr, kjo është domethënë ka më shumë rini, të jemi sinqert. Po. Vërtet. Po, domethënë po themi rangu i moshave 20, 30, që po themi brezi im. Amin. Nëse ka 20-30 vjeçar zakonisht ka shumë më të rinj. Jemi të sigurt. Madje tani në teatr është bërë dhe klubi i teatrit, që kjo është shumë interesante. Çfarë është kjo? Klubi i teatrit. Pra, njerëz nga publiku mund të antarësohen dhe të kenë një, si thua, një bisedë, një ballafaqim, po më shumë bisedë me kastën e aktorëve të shfaqjes që është duke u dhënë, ose që u dha, po themi, një javë më parë. Dhe është një gjë shumë e mirë kjo, sepse në thelb teatri është i gjithëve. Ti e the shumë mirë që krijon një mendim, dhe ku më mirë se sa në teatr i jepet mundësia disa se janë të rinj të gjithë, nuk është se ka mosha të mëdha, janë, po themi, mosha 17, 20, po. Dhe ka shumë të antarësuar brenda, dhe vinë aty dhe bisedojnë me aktorët, bisedojnë me regjisorin, japin mendimin e tyre se çfarë kanë shijuar, çfarë mesazhi kanë marrë, çfarë impakti kanë marrë. E po kjo gjë nuk ka ndodhur prej vitesh tashmë. Të bëj një batut dark tani, dhe pastaj largohen për Gjermani. Se fatkeqësisht Igli ti edhe pedagog apo jo? Jo, kam heq dorë nga e punë. Kam heq dorë, më duket në mos gaboj 2-3 vjet që jam larguar. Kush është arsyeja apo? Është një kornizë që nuk dua ta kem mbi sy. Qartë. Është domethënë është një fjala pedagog, se në atë lloj teme jemi. Fjala pedagog është një fjalë shumë e madhe. Është term se tu është edhe teknik, ëh? Jo. Fjala pedagog nuk është term teknik. Përveç asaj. Pedagog është një kuror, që shumë pak njerëz e mbajnë në Shqipëri të merituar. Fjala pedagog, sepse të kesh talent, aftësi, të edukosh një brez që vjen, nuk dua të jem shumë dramatik, po që vjen nga zeroja. Pra vjen nga hiçi dhe ta marrësh dhe ta fusësh në botën, po themi, se unë kam qenë tek artet, ta fusësh në botën e artit, ta fusësh në ëndrat, si thuash, në aftësinë të ndërruarit dhe të besuarit se ti mund ta bësh këtë gjë. Ajo është një talent shumë i rrallë që unë edhe po ta kisha, nuk e dua atë lloj përgjegjësie. Është një përgjegjësi shumë e madhe të kesh sytë 15 fëmijëve, po i quaj, se ata janë 18 vjeç, që të shikojnë duke ndërruar, është shumë përgjegjësi e madhe. Dhe nëse ti nuk je i aftë, ti i shkatron ata. Edhe jo vetëm tek artët, do thoya. Kudo, në çdo profesion. Arkitektur, mjeksi, kudo. Ata janë role model, kështu që nga infot që ke, ka shumë, si thua, është në rritje numri i personave që duan të bëjnë aktor ose regjisor. Apo ti jemi sinqer, nuk kam info për këtë. Nuk kam info për këtë. S'është pak e vështirë në fakt. Po e vështirë është kudo më mat. Jo, po janë sa profesione të tjera, po të qenit aktor. Po, se në Shqipëri ka 2 miliardë juristë, shqiptarët morën 3 hidraulik. Morën diploma po jo dije. Problemi është që tregu jonë është i vogël, se për shembull jashtë në këtë aspekt. Po në raport me veten. Në raport me veten, për shembull, është, po themi, ka website audicione në Amerikë, që Amerika është gjithaj shteti i madh. Patjetër. Vetëm në ditë atje dalin 20.000, 30.000 audicione të reja. Dhe nga ato 30.000, një do ta kapësh drejtë e morit, nga 30.000 audicione në ditë. Po dhe edhe në Amerikë, nuk është se nuk dihet dhe njihet dhe pranohet fakti që jeta e aktorit është e vështirë dhe për gjithë ata që ja dolën ka me qindra të tjerë që
si ja kanë dalë, kanë kaluar jetë vështira, depresione, probleme të ndryshme, sepse artistin vetë aktori është dhe pak artist, e ka të vështirë të bëj kompromise me jetën. Nuk mund të bëj një punë mekanike një njeri që ka gjitha të shpreze, gjitha të botë. E bën nga nevoja, do ta bësh. Nga nevoja, po ajo të vret, avash. Të vret, të shkatron, të A ke pas ndonjëherë frikë se mund të ndodhi kjo gjë me ty? Unë për pak më ndodhi, prandaj dhe them pedagogjinë e lash, sepse arrita në një pikë që prandaj thash lash 4 vjet teatrin, sepse nuk kisha më kohë të punoja unë vet, po isha gjithkohës në shkollë dhe thash okay, një sekondë se unë e dua këtë punën, nuk dua të jem pedagog, unë dua të jem aktor, kështu që ekziston një, nuk e di, është stereotipizim apo është i bazuar në një të vërtetë, një impresion publik, një përshtypje që aktorët janë natyra shumë të ndjeshme dhe janë natyra që shkojnë edhe drejt alkoolit, janë vetë shkatëruese si natyra. Është vërtet jeta e aktorit pak vetë shkatëruese? I vetë shkatëruese tash, shiko, në qoftë se ti nuk ke një një model, ose një drejtues, një mentor, sigurisht që fama, suksesi nëse vjen, se ti e synon atë, por nuk është se është e thënë të vi. Okej. Sigurisht që ato mund të rrëmbejnë, të drejtojnë në një rrugë të gabuar. Sigurisht. Aq më tepër në një jetë si Shqipëria që çdo gjë e ke kudo, pra takse sushme shumë e thjeshtë. Por nëse ti ke një model, një njeri ose njerëz të caktuar që ty mund të drejtojnë, mund të orientojnë, mund të mësojnë, që ti të funksionosh në këtë lloj jete. Se vërtet po, është e lehtë të kapësh të pish një gotë alkooli apo 2 apo 3 apo 10 shisha apo 20 shisha apo sa të mundesh ti të pish. Por ajo jetë nuk zgjat shumë. Po dhe kjo është e vërtetuar. Të gjitha kuptimet. Kjo është që në të gjitha kuptimet ajo jetë mbyllet shumë shpejt. Okej. Është vërtet. Ta pyesim Miglin, kush është aktori më mirë shqiptar? Ja, këto pyetjet janë më pyetje të vështira se që janë, këto nuk ka kur thonë tek emër. Nuk përgjigjem dot, jo. Nuk përgjigjem dot. I kam të gjithë kolegët dhe nuk përgjigjem. E moj, shiko, dikush pëlqen më shumë si stil. E pra, është pak edhe si është kush filmi joti më i mirë që ti mendon. Kjo është si t'ja bësh shuk. Kush është filmi jot? Jo. Ideja është, po se bën dot se nuk e bëj dot. Okej, mirë. Kush është filmi më i mirë shqiptar? Kush është aktori jot më i preferuar? Aktori më i preferuar jot. Meqenëse e pyete. E shef sa e vështirë. E vështirë. Jo, ideja është që janë disa aktorë të mirë. Po prandaj unë nuk është se kam problem ta them për arsye se qartë që se ke koleg. Si kam koleg. E po, qartë, po kush është? Po është e vështirë pra. E vështirë. Nuk është si thua Messi për shembull, që është po, që dihet një në botë. E pra, po e shef që nuk e kanë të vështirë te Messi, se Messi është me shumë diferencë nga tjerë. Po pikërisht, kurse tek aktorët është më objektive, nuk e ma dot me top art, kupton si do matësh. Tani ti e ke Daniel Day-Lewis. Ti kishe për Shqipërinë pyetjen apo jo? Jo, në botë e kishte. Në botë Daniel Day-Lewis. Në botë Daniel Day-Lewis. Po, në Shqipëri edhe në Shqipëri, domethënë mund të ketë se ka pas diskutime me Sander Prosi, Kadri Roshi, Ndrenika, ka pas diskutime, kështu që mund të thuash edhe një emër. Daniel Day-Lewis është edhe përveç se është aktor edhe statistikisht aktori më i mirë. Ka për 2 filma, ka marrë 3 Oscar. Jo, ka marrë dhe ky tani te One Battle After Another. Mori Oscarin e tretë. Ja harrova emrin. Shiko, Sean Penn. Shoni, po. Po më duket se Daniel Day-Lewis i ka leading role. Kështu që gjithsesi Oscar ka, po sa filma ka bërë njëri sa ka bërë tjetër. E pra, eksaktësisht. Ai ka bërë një film një Oscar. Ka më shumë Oscar se filma. Po pikërisht. Mirë, shkojmë te Daniel Day-Lewis, ta rikujtojmë edhe një herë 12 burra të zemëruar. Në fakt kjo nuk është herë e parë që del si shfaqje, nuk e mbaj më vitin kur ka qenë. Vjet ka qenë. Vjet ka qenë. Okej. Un personalisht do vi ta shoh me kënaqësi më të madh, do shkoj ta shoh. Patjetër. Është nesër apo jo? Domethënë është sot, nesër dhe pas nesër. Po. Biletet i gjeni tek teatri kombëtar. Po më thjesht. Është thjesht fare. Po. Vetëm është dhe një gjë që domethënë sigurisht që ju do jeni të ftuar. Jo, nuk jemi të ftuar. Do vim sigurisht thjesht. Këtë gjë se duhet ta them këtë, nuk e kam kuptuar kurrë. Në teatr duhet shkosh dhe ta blesh vetë biletën. Patjetër. Nuk duhet ky është opinioni im personal. Po, edhe se ta japin, domethënë duhet ta refuzosh. Më mirë të japin dikujt tjetër. Patjetër. Dikush që ka nevojë se ka mundësi.
duhet edhe Nuk mediat e mos i ndihmon bëjnë më teatrin këshilli të duke- burrë me këto gjëra. Wow, duke- çuna bravo. me shku. Ne, po pra. Ne- Nëse Iglin e falenderojmë. që Po, ishte pra, këtu. shumë faleminderit, juve. shumë i këndshëm. Ishte një Shumë energji faleminderit. shumë e mirë. Mezi po presim të të shohim.